diktatura në burgun e Spaçit, sot kthehet po aty si kardinal. Eminenca e tij Ernest Troshani shërbeu një mesh të rrallë në burgun famkeq të komunizmit, ku ai kaloi 12 vite, bekoi vendin, bashkëvuajtësit e tij, por edhe spionët që e rrethonin në vitet e vuajtjes. Një letër e Papa Leonit ju bashkua gjithashtu kësaj meshe. Luela Myftari ishte në Spaç dhe na sjell këto pamje dhe mesazhe prej atje. Kardinali Ernest Troshani u rikthye sërish në Spaç, aty ku qëndroi si i dënuar deri në rrëzimin e komunizmit. Me hapat e që t'i priu klerikëve, besimtarve, por edhe atyre që synonin të merrnin sadopak nga princi i krishtërimit. Ndalesën e parë e bëri në mensën e ndërtesës, ku kundërshtarët e komunizmit u detyruan të punonin në kushte të mjerueshme dhe të tjerë u izoluan në ndhunë në qeli. Dikur shërbeu ushqim, sot bekoi vendin ku dikur në zë bekonte bashkëvuajtësit e tij, apo edhe ata që synonin të spiononin diçka për t'i rënduar dënimin. Pak më tej ishte Fjetina, ku qëndroi për 12 vite, e sot duket se me paqen e tij ka falur ata që e dhunuan e i mohuan mundësinë të ishte pranë nevojtarëve. Ndalesën e radhës e kishte në oborin ku dikur numëroheshin të burgosurit, që nga viti 1973, 3 vite më pas, Troshani vendosej aty me 3 akuza. Qatë fakta natën e Krishtinëve 63-shit, ma që thash meshin, tanë popull në mesh, 4 vetë, bunë hegurat, që më shtelma, në më popull, i të nëmë për më varën detarë. Arsyeja e dytë, pru në revistën në farinshtë John Kennedy, për Moskët, e thanë popull ka thanë mesh për kriminelin e fjallë pa urtat të kosateshme. E treta akuza ishte fjallë se kone më zoti 70 vjetë i ka musht në shtarisë. Në 56 jam shëguru me patë shtjefnin e Konstantin Nasi e njëtin për ekzorcizma. Bota a mushën me miliona djemënsh. Po të shihin me sytë tuaj do të vishë që përfiket ka qenë të nërshëm. E tjera në tana. Edhe urdhën Krishti gjallën me mësu gjithë pafrit e vocë që ka të bëjnë për me hapë vllaznin, dashnin, paqen e jo vdekjen. Jena të mladhën tu për me njohë se jena kryvepër të Zotit. U dënua 2 herë për egzorcizëm, por këtë radhë e realizoi aty, ku ende o shëtin dhe i mbjetes së shkuarës. Përmes një letre të veçantë, Papa Leoni i 14 shprehu emocionet dhe i bashkohet atyre që u mblodhën në Spaç, në krah të kardinalit. Ai vend i gdhendur, në kujtesën e popullit shqiptar, mbetet një nga faqet më të dhimbshme të historisë së tij. Një vend ku shumë veta kanë mbajtur kryqin e rënd të padrejtisë. Gjaku i tyre, që kanë vuajtur dhe kanë vdekur mes tyre maleve, e ka ujitur atë tokë, duke e bërë dëshmi të jeshtur besnikërie, guximi dhe shpresa. Kujtesa na sjell ndërmend se asnjë zinxhir nuk është aq i fortë sa të burgos një ndërgjegje të ndriçuar, shton ndër të tjera Ati i Shenjtë. Shqipëria duhet të bindë diasporën të rikthehet për të investuar njohurit dhe përvojën e fituar jashtë vendit. Banka Botërore vlerëson se ky është një nga kushtet për të shpëtuar kurthit të vendeve me të ardhurat të mesme dhe për të përballuar sfidat demografike. Ekspertët theksojnë se krahas rikthimit të emigrantëve, prioritet mbetet ndalimi i largimit të mëtejshëm të fuqisë punëtore. Shqipëria duhet të bindë të larguarit të kthehen. Për të shpëtuar kurthit të vendeve me të ardhurat mesme, qeveria duhet të josh diasporën që të vijë të investojë njohuritë e marra në vendet perëndimore. Është kjo këshilla e Bankës Botërore drejtuar vendit, në një kohë që jemi më pak dhe më të plakur.
Në raportet të ndryshme shohim ose në lajmet që ju publikoni për ditë, shohim që kemi një ulje të lindshmërisë apo largim të fuqisë punëtore, largim në secilin prej fushave në vendet huaja. Kështu që ky është një pranim, po themi ndërreshtaj, që fuqia punëtore po largohet dhe është larguar së shumti. Banka Botërore këshillon që thirrja për të thithur trurin duhet të shoqërohet edhe me politika ekonomike dhe sociale për të joshur të larguarit. Politikat fiskale që duhet ndërmarri qeveria ose ministrit përkatëse që ndërmerren me këtë rast duhet të jenë shumë të kujdesshme dhe nuk duhet të kenë luhatje. Kështu që një politikë e qëndrueshme fiskale patjetër që do të kontribuonte në mbajtjen e këtyre profesionistëve aktual që kemi në vend, por dhe dhënien e një sinjali të profesionistëve të cilët janë larguar për t'u rikthyer. Janë dhe politika të ndryshme sociale. Një këshill se si Shqipëria mund të shpëtojë kurthit të vendeve me të ardhurat mesme kanë edhe ekspertët. Pra, ta parandaloj këtë largim të kësaj shtrese më tepër se sa të gjej zgjidhje për t'i rikthyer që duhet të jep një hap i dytë. Diaspora shqiptare është aktualisht e shpërndarë në 60 shtete. Sipas Bankës Botërore, 30% e të larguarve bëjnë punë në pozicione të larta dhe janë të mirë kualifikuar. 62 ditë proteste u shënuan mbrëm në Tiranë, ku qytetarët mblidhen për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Teksa ai u ka ofruar kontratën e mbiquajtur Besa, protestat janë shtrirë edhe në bashkitë e vendit, aty ku është planifikuar shkrirja e tyre me bashkitë të tjera. Protestuesit ndërkohë kanë një tjetër shpresë për të mbajtur gjallë protestën në gusht. Ndiqni raportimin e Fiorella Beleshit. Njëta thirrje kërkojnë largimin dhe i bëjnë thirrje Edi Ramës që të largohet dhe të jap dorëshën, pavarësisht se ky i fundit u ka thënë që mund të kondonet të rrisin deri në 2029, por qytetarët, pavarësisht refuzimit nga ne kryeministit Rama, vijojnë të mblidhen çdo ditë, edhe sot në ditën e 62, drejt kryeministrisë poshtë zyres së zotit Rama, i kërkuar largimin edhe formimin e një qeverie tranzitore. Protestuesit dhe organizatorët shpresojnë që gushti do të jetë një muaj ku protestat mund të ketë një numër më të lartë të qytetarëve të cilët do t'i bashkohen atyre, për shkak duke besuar që shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, që jetojnë në emigrim, do kthehen në Shqipëri dhe do të marrin pjesë. Duhet të saksojmë që protestat në qytete janë po zhvillohen në qytetet që Partia Socialiste ka vendosur që t'i bashkojë me bashkitë të tjera, po zhvillohen në zonat e tyre, nuk janë organizuar rende që t'i bashkohen protestës në Tiranë që zhvillohet çdo ditë. Këtë arsye janë pothuajse të njëjtët qytetarë të cilët kanë protestuar prej ditësh në bulevard, ndërkohë mbetet për të parë nëse gjithë kjo pakënaqësi edhe në këto qytete do t'i bashkohet protestës në Tiranë. Zgjerohet numri i bashkive që kundërshtojnë në shkrirjen me ndryshimet në reformën territoriale. Në Divjak dhe Memalia i banorët dolën në protestë duke i bërë thirrje maxhorancës që të tërheqë propozimin, pasi sipas tyre po dëmtohen shërbimet. Më herët reagime ka pasur edhe në Selenic dhe Poliçan. Me djersën tonë, që Divjaka punon. Ka nisur kundërshtimet në disa bashki të vendit ndaj propozimit të maxhorancës për shkrirjen dhe bashkimin e tyre në kuadër të reformës së re territoriale. Në Divjak, protestuesit kundërshtuan bashkimin me Bashkinë e Lushnjës, duke argumentuar se qyteti ka potencial ekonomik dhe numër banorësh për të vijuar si bashkim më vete. Protestës ju bashkua edhe kryetari socialist i bashkisë Josif Gorrea, administrata vendore, si dhe deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi. Bashkia Divjak në 4 vjetët që ajo tani po ndoshta dhe më përpara këtë nuk e di, ndjesni nëse flas, po ju jeni këtu dhe dini më mirë, nuk ka kërkuar asnjëherë ndihmë nga Bashkitë për Qarkas për shurën e zjarrit. Dhe kjo ndodh sepse me mjetet tona ne gjithë dimrin i kemi pastruar rrugët dhe gjithmonë organizimi që bëjmë, rojet e parkut, me rojet e bashkisë, me njëherë kemi shkuar në kohën e dur, momentin e dur dhe e kemi shuar zjarrin. Nuk mund ju për në përkamin dhe nuk mund e bashkim për ju që t'ja heqi shërbimet. Shqyqy që keni arritur kësaj dite që keni 30 vjetë që e meritoni falë punës e sakrificët tuaj. Nuk mund të shkoni as tas për tej dhe bolda ka të thyrë dhe lushe t'i Divjaka se fshati më të matë fjej. Po jo t'na heqin fare sepse kjo është e padurueshme.
Banorët paralajmëruan për shkallëzim të protestave nëse drafti nuk tërhiqet. Edhe në Memaliaj, qytetarët protestuan kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë, duke theksuar se ndryshimet do të vështirësonin aksesin në shërbimet publike dhe do të dobësonin përfaqësimin e komunitetit. Kundërshtimet ndaj reformës territoriale po shtrihen në disa bashki të vendit. Më herët kanë protestuar edhe banorët e Selenicës dhe Poliçanit, ku në këtë të fundit protesta u shoqërua edhe me djegjen simbolike të kartave të antarësisë së Partisë Socialiste, si dhe dorëheqjen e kreut të degës së Partisë Socialiste në Poliçan. Ndarjen e territorit në 46 bashki PS argumenton me faktin se sipas tyre ata do të jenë më të forta dhe në shërbim të qytetarëve, por jo për interesa elektorale. Prishja e konsensusit politik sipas Maznikut lidhet me faktin e kohës, pasi mazhoranca është e vendosur që në zgjedhjet e ardhshme lokale të shkojë me projektin e ri që pritet të miratohet në Vjeshtë. Partia Socialiste doli publikisht për ta mbrojtur ndarjen e re të territorit. Përgjegjësi i mazhorancës për reformën territoriale Arbian Mazniku tregoi se pse vendosi të vijë me një draft të vetëm, duke e prishur konsensusin me Partinë Demokratike në komisionin parlamentar. Në muajin maj të vitit 2027, Shqipëria do të ketë zgjedhje vendore, në të cilat ne duhet hymë me një sistem të ri, me një hartë të re territoriale. Ai shpjegoi se pse Partia Socialiste ka vendosur ta reduktojë numrin e bashkive nga 61 në 46 të tilla. Bashki me struktura më të forta, më të afta ekonomikisht, më të afta funksionalisht, dhe në 2031 si bashki europiane të kenë mundësi të marrin maksimumin e mundshëm nga financimet që vijnë nga Bashkimi Evropian për territorin e tyre dhe për qytetarët e tyre. Përgjigjja e tij ndaj pyetjes se pse Poliçani nuk u bashkua me Skraparin ishte i ndryshëm për rastin e kalimit të fusharzit me Pukën. Në disa raste bashkimi i dy bashkive me kapacitet ulta nuk e përmirëson detyrimisht situatën. Në disa raste situata nuk ka një alternativë. Pra, çështja është Puka dhe fusharzi kanë dy alternativa. O të rinë vetëm dhe të jenë në një situatë me numra shumë vegjël dhe me pamundësi dhe një bashkim të mundshëm është opsioni më i mirë brenda realitetit. Tirana është përjashtim i vetëm që ndryshon territor si bashki pa patur nevojë për të bashkuar me një tjetër si motor të saj. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron. Edhe pse bashkitë si Vau Idejes apo Peqinit kanë performanca të dobta dhe janë në kufi me bashkitë më të mëdha, socialistët i kanë lënë të pandryshuara. Mazniku nuk e pranon që harta është ndarë për interesa elektorale. Mund ta përjashtoni qetësisht argumentin politik nga çdo njësi. Dhe për të treguar një shembull për këtë sjell në vëmendje Poliçanin që edhe pse socialistët kanë dalë në protest, partia në Tiranë nuk është ndikuar. Është treguesi më i mirë që Partia Socialiste dhe grupi deputetëve antar të komisionit nuk janë nisur në këtë reformë nga interesi i ofiçarëve të një bashkie apo një tjetre, por janë nisur nga interesi i qytetarëve të territorisë. Deri në Vjeshtë, kur do të miratohet ndarja e re territoriale, Mazniku e ftoi Partinë Demokratike që nëse ka dëshirë mund të diskutojë vetëm mbi draftin e Partisë Socialiste, duke e injoruar hartën blu me 100 bashki. Demokratët sfiduan majorancën me hedhjen në referendum të dy propozimeve për ndarjen e re territoriale. Në këtë mënyrë qytetarët do të mund të vendosin cilin model preferojnë mes hartës së PD-s me 100 bashki dhe asaj të PS-s me 46 bashki. Në konferencë përshtyp kryetari Berisha shprehu bindjen se ndërkombëtarët nuk do ta lejojnë tërheqjen e majorancës nga dialogu politik. Demokratët janë aq të sigurt se harta e tyre territoriale me 100 bashki afron shërbimet e qytetarit dhe frenon shpopullimin e zonave rurale, saqë janë të gatshëm të sfidojnë majorancën në referendum. Ftojmë politikën, majorancën, ftojmë dhe qytetarët të realizojmë referendumin. Dy projekte të hidhen në referendum dhe të jetë qytetari ai që vendos dhe që përcakton se cili është modeli që i shkon më afër interesit të tij. Motivi përse nuk dorëzohen draftin e tyre në kuvend shkon përtej procedurave. Parlamenti nuk ka autoritet pas përfundimit punës komisionit të shqyrtojë një produkt që i vjen nga një grup deputetësh, sepse nuk është çështje procedure, është çështje demokracie. Kjo nuk është thjesht se duam një procedurë. Produkti nuk ka autoritet moral, politik, parlamentar, kushtetues. Po nëse PS refuzon sfidën referendare,
a do ta kërkojë zyrtarisht PD thirrjen e qytetarëve në votë? Sigurisht që ne do e kërkojmë, por përballë duhet dhe sfidanti apo jo në një referendum. Pra duhet dhe projekti i tyre të kalojë nëpërmjet referendumit. Ne do i ndjekim të gjitha procedurat për ta realizuar një gjë të tillë. I pyetur nga Dyrsinen, Sali Berisha nuk fsheh pritshmëritë që ka ndaj ndërkombëtarëve. Reforma e përbashkët territoriale dhe reforma e përbashkët zgjedhore janë të përcaktuara në raportin e Komisionit Evropian të tetorit të vitit kaluar si kushte për progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Me ndryshimet në drejtimin e selive diplomatike, momenti nuk është më ideali. Ky akt i tërheqjes një anshme, bojkotit një anshëm të qeverisë ndodhi në një moment kur ka vakancash, largimesh, por kam bindje të thellë se komuniteti ndërkombëtar nuk do të mbështesë, nuk do të pranojë një tërheqje të tillë. A Dyrsinen pyeti gjithashtu Kryedemokratin nëse ecja në mënyrë të njëanshme e mazhorancës me ndarjen e saj territoriale vënë në pikpyetje prezencën e opozitës në komisionin tjetër të reformës zgjedhore. Ne kemi bindje se Edi Rama nuk pranon asgjë që lkun apo cenon sadopak pushtetin e tij. Por qëndrimi ynë është të hartojmë dhe të paraqesim para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë dhe të standardeve ndërkombëtare më të mira. Fundi i një paraburgimi të pajustifikuar. Ky është reagimi i parë i ish-ministrit Ilir Beqaj një ditë pas daljes së tij nga burgu dhe kalimit në arrest të shtëpie. Beqaj thotë se nuk ka qenë asnjë ditë i burgosur, por 25 muaj në paraburgim në kuadër të një hetimi të spakut. Prej 16 muajsh jam edhe i pandehur, por deri më sot nuk ka marrë asnjë dënim, qoftë edhe në shkallën e parë, thot Beqaj. Ai sqaron për të gjithë ata që reaguan pas lirimit nga qelia se afatet ligjore të paraburgimit kishin përfunduar dhe vendimi u parapri nga një vendim i gjyqtarit të seancës paraprake, ku tha se argumentat dhe provat e paraqitura nga organi i akuzës ishin të pamjaftueshme për të vijuar gjykimin. Në të vërtetë, prokurorisë u kërkuan plotësime të mëtejshme. Beqaj thot se ka qëndruar pa drejtësisht në paraburgim gjatë 15 muajve të fundit, edhe pse në 3 procedime penale nuk ka ende asnjë dënim në shkallën e parë. Sipas tij, hetimet nuk kanë gjetur as edhe një qindar që të tregojë se pasuria i është shtuar në mënyrë të palishme, si pasojë e veprimeve ose mos veprimeve të lidhura me detyrat shtetërore të Ilir Beqajt. Sot jam i lumtur që ndodhem pranë familjes sime, jam gjithashtu i kënaqur që duke filluar nga shtatori do të marr pjesë në proceset penale, jo më nga kafazi i sigurisë dhe do të kem akses në versionin elektronik të fashikujve hetimor, thot ish ministri i shëndetësisë dhe ish drejtuari i Saspakut. Një tërmet i fortë ka goditur qytetin e Napolit në Itali duke shkaktuar panik tek banorët dhe dëme materiale. Lëkundja kryesore u regjistrua në orën 19:46 dhe sipas Institutit Kombëtar Italian të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, pati magnitud 4.7 e konsideruar më e forta e 40 viteve të fundit. Epicendra e tërmetit u lokalizua në zonën e Campi Flegrei, rreth 6 kilometra larg Napolit. Lëkundjet u ndjej në të gjithë qytetin dhe në komunat përreth. Sipas autoriteteve italiane, deri tani raportohen 21 persona të plagosur, 2 prej tyre në gjendje të rëndë. Janë konstatuar dëme në disa ndërtesa dhe në disa kisha, por edhe makina në rrugë. Ministri italian për mbrojtjen civile dhe politikat e detit Nello Musumeci bëri të ditur se autoritetet janë angazhuar për të kufizuar sa më shumë pasojat për familjet e prekura. Rusia goditi sërish kryeqytetin e Ukrainës Kiev me raketa balistike duke lënë të paktën 9 persona të vrarë dhe 28 të tjerë të plagosur, mes tyre dhe 4 fëmijë. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në disa zona të qytetit gjatë disa valve të sulmeve, ndërsa dëme u raportuan në 7 distrikte të Kievit. Sulmet shkaktuan zjarre, dëmtime të ndërtesave dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa lagje. Ministri i jashtëm i Ukrainës Andri Sibiha e cilësoi sulmin si një natë ferri për Kievin, duke akuzuar Rusinë se po intensifikon terrorin ndaj civilëve. Pasi nuk ka arritur objektivat në vijën e frontit, ai përsëriti thirrjen që Ukraina të pajiset me më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketa interceptuese.
Pamjet nga vendngjarja treguan ekipet të shpëtimit dhe zjarfikës që punonin mes rënojave, ndërsa automjetet të djegura dhe ndërtesat të dëmtuara dëshmonin për fuqinë e goditjeve. Ky është sulmi i dytë i madh ndaj Kievit brenda kësaj jave. Vetëm të njëjtën një tjetër valë sulmesh ruse vrau 9 persona, ndërsa një raketë lundruese e dyshuar ruse ra në territorin polak. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Axhiu mbajti një takim me partitë politike në prag të seancës konstituive të 6 gushtit, ku shpreh gatishmëri për bashkëpunim në zgjedhjen e qeverisë së re. Abdi Xhiku kërkoi një marrëveshje funksionale ku pushteti të mos mbetet në duart e një partie të vetme. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Axhiu mbajti takime përfaqësuesit e të gjitha partive politike për përgatitjen e agjendës së seancës konstituive javën e ardhshme. Axhiu tha se palët u pajtuan për agjendën për konstituimin e kuvendit, i cili hap rrugën formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit, mes frikës se vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje të parakohshme. Shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojmë, pra ato të thirren dhe të mbahen, dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosja Arberia Nagafci tha se partia e saj pret nga LDK-ja rifillimin e bisedimeve dhe arritjen e një marrëveshje. Kryetari i LDK-s Lumir Abdi Xhiku pasi i mbjetoi mocionit për shkarkimin e tij të njëjtën, tha se ishte gati të rikthehej bisedimeve mbi një marrëveshje me Kurtin, megjithatë e bëri të qartë kushtin e tij. Populli i Kosovës do të jetë sigurt në LDK se LDK s'mund të pranojë asnjë marrëveshje me të cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një partie të vetë. Ndërkohë, kryetaria e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku tha se PDK është e gatshme të bashkëpunojë vetëm për konstituimin e institucioneve dhe çështje me interes për qytetarët, por jo për bashkëqeverisje. Partia Demokratike e Kosovës ka pozicion të qartë politik. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen. Nëse presidenti nuk do të zgjidhet brenda 60 ditësh nga dita e konstituimit të kuvendit, atëherë organi ligjvënës shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja. To do të ishin zgjedhjet e 4-ta parlamentare që nga fillimi i vitit 2025. Pas krizës që erdhi si pasojë e fluksit të frikshëm të emigrantëve në Spanjë, disa qeverinë e Europë kanë bërë thirrje që Spanja të përjashtohet nga zona Schengen nëse do të jetë nevojshme. Kancelari Merz ka folur duke i bërë kërkesa Spanjës dhe Marokut për një bashkëpunim mes tyre. Më të ashpër në reagimet e tyre kanë qenë Donald Trump dhe Giorgia Meloni. Pas mbërritjes së 10.000 emigrantëve brenda 24 orëve në enklavën spanjolle të Afrikës së Veriut, thirrjet për pasojë po bëjnë gjithë më të forta në Evropë. Kancelari Friedrich Merz po këmbgul në masa efektive për të parandaluar ata. Mbrojtja e kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian është thelbësore për luftimin e migracionit të palishëm. Kemi një pritje të qartë se të gjithë shtetet anëtare të BE-s do të përmbushin të detyrimin, deklaroi ai. Spanja dëshiron dhe duhet ta vënë në kontroll situatën sa më shpejt të mundur, tha Merz. Presidenti shërbaz Donald Trump e ka përshkruar fluksin masiv të emigrantëve në jug të Spanjës si një palaminim për Shtetet e Bashkuara. Është e tmerrshme. Mbajini mend të pamje. Kështu do të jemi pas 3 vitesh. Nëse në pushtet vjen pa gabuar, tha Trump për Fox News. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, po bën thirrje për veprime të ashpra. Nuk mund të lejojmë askënd të hyjë në unionin ton, pa e përmbajtur rregullave tona, shkroi politikanë Gjemane Nex. Kalimet e rrezikshme duhet ndalen menjëherë, tha ajo. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ishte e para që ngriti mundësinë e përjashtimit të Spanjës nga zona Schengen. Në një postim në rrjetet sociale të njëjtën mbrëmje, Meloni deklaroi se Italia nuk do të qëndrojë kryq në dritën e këtyre zhvillimeve. Ministra e Brendshme finlandeze shkoi në X se Spanja kishte dështuar të mbronte kufitet jashtë zonës Schengen. Vendet e BE-s duhet ta mbështesin kërkesën e Melonit, tha ajo. Vendet që nuk janë në gjendje të mbrojnë kufitet e tyre nuk mund të jenë anëtarë të zonës Schengen, shkroi politikania nga Partia Euroskeptike finlandeze. Kalimet masive të 10 mijëra njerëzve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut përbëjnë një shkelje të sovranitetit territorial të Spanjës, deklaroi kryeministri spanjoll Pedro Sánchez. Llogaritet se rreth 60.000 njerëz kanë hyrë në Ceuta gjatë ditëve të fundit, shifër kjo që tejkalon gjysmën e popullsisë së qytetit. Autoritetet spanjolle njoftuan se do të përpiqen t'i dëbojnë sa më shpejt të jetë mundur ata që kanë hyrë ilegalisht.
definir lo que ha sucedido en el día de ayer como ta përshkruash atë që ndodhi si një sulm, si një shkelje të integritetit territorial të Spanjës. Ceuta është një qytet spanjoll dhe ajo që ndodhi atje meriton qortimin ton më të ashpër dhe dënimin ton më të prerë. Në themel të kësaj qëndron interpretimi i diktuar nga interesa vetjake, të cilin rrjetet kriminale të trafikimit të qenieve njerëzore i kanë përvetësuar me kujdes, sipas të cilit riadhësimi në kufi i personave që hyjnë në territorin ton duke notuar nuk ka asnjë bazë ligjore. Ajo që po bëjmë është përshpejtimi gjithçkaje që lidhet me shqyrtimin e rasteve dhe riadhësimin e migrantëve që kanë hyrë në mënyrë të parregullt, kryesisht që nga dita e djeshme. Fundamental. Presidenti FIFA Gianni Infantino ka hequr dorë nga plani i diskutueshëm për të shitur aksione të garave të organizatës të investitor privat. Vendimi vjen pas kundërshtimeve të forta nga federatat dhe konfederatat kryesore të futbollit. Infantino deklaroi se projekti kishte krijuar përçarje dhe se nuk ishte më në interes të futbollit botror, duke konfirmuar se propozimi nuk do të vazhdojë. Plani parashikonte krijimin e një dege të re tregtare, ku investitor privat do të mund të blinin aksione në turnet më të rëndësishme të FIFA-s, përfshir Kupën e Botës për meshkuj dhe femra. Në këmbim të mbështetjes, 211 shoqatave antare u ishte premtuar një pagesë prej $40 milion. Propozimi hasi në kundërshtimin e ashpër të UEFA-s, e cila paralajmëroi edhe bojkot të Kupës së Botës nëse plani do të zbatojë. Me humbjen e mbështetjes së saj, por edhe të konfederatave të tjera, iniciativa Infantinos mbeti pa shumicën e nevojshme për miratim. Edicioni si vjetshëm i Sunny Hill Festival ka nisur në Bërnicë të Prishtinës, duke mbledhur mira adhurues të muzikës nga Kosova dhe vende të tjera. Interesimi i madh për festivalin ka shkaktuar mbrëmje dhe kolona të gjata automjetesh në rrugët që çojnë drejt hapësirës së festivalit. Kulminatës së parë ishte performanca e super yllit botror Katy Perry, e cila u ngjit në skenën kryesore rreth orës 22:30 dhe dhuroi një spektakël të shoqëruar me efekte vizuale, koreografi dhe kostume me tematikë hapësinore. Artistja amerikane u shfaqe veshur si astronaute, ndërsa akrobatët në skenë i dorëzuan flamurin e Kosovës, një moment që u prit me entuziazëm nga publiku dhe u bë një nga skenat më të komentuara të mbrëmjes. Një performancë e veçantë ishte teksa Katy Perry valviti flamurin e Kosovës me një skenë që flamurin shtetëror arri në hënë. Mira të pranishëm kënduan në kor hitet e saj gjatë gjithë koncertit. Një vajzë 10 vjeçare, quajtur Hera, ka realizuar ëndrrën e saj duke kënduar me yllin botror Katy Perry. Para performancës së saj, atmosferën e ndezi këngëtarja shqiptare Dhurata Dora, e cila u prit me broritje nga publiku. Festivali do të vazhdojë edhe gjatë fundjavës me performanca të artistëve të njohur ndërkombëtar, përfshir Luis Capaldi dhe Martin Garrix. Ishte gjithçka për këtë hapësirë informative, bashkë do të ritakohemi në orën 13.